Shtimi i lejeve të ndërtimit dhe të detyrimit për taksën e ndikimit në infrastrukturë pas referencave vijojnë të sigurojnë nga kjo taks arkëtime rekord Bashkisë së Tiranës. Në total për vitin që lan pas nga taksat e ndikimit në infrastrukturë rezultojnë se janë arkëtuar 14.3 miliard lek apo rreth 147 milion euro të ardhura sipas burimeve zyrtare nga Bashkia, raporton Monitor. Krahasuar me planin fillestar prej 6.3 miliard lek të planifikuar, arkëtimet janë rritur 226%. Për Tiranën, taksa e ndikimit në infrastrukturë është në nivelin 8% dhe llogaritet për metër katror, mbi çmimet e referencës të cilat prej muajit korrik të 2023-shit u rritën nga 5 deri në 76% për 32 zonat kadastrale të Tiranës. Arkëtimet prej 14.3 miliard lek për këtë taks prej 8% do të thotë që Bashkia e Tiranës ka dhënë leje ndërtimi për një vlerë totale prej 179 miliard lek ose rreth 1.8 miliard euro, një rekord historik. Për arkëtimet nga kjo taks me rreth 2 herë rritje nga plani, Bashkia e Tiranës shprehet në relacionin e projektvendimit për miratimin e raportit të konsoliduar të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Tiranë për 12 mujorin e vitit 2024 dërguar për shqyrtim dhe miratim në mbledhjen e ardhshme të Këshillit Bashkiak. Mesatarisht për çdo 4 mujor të 2024-s, Bashkia e Tiranës ka arkëtuar rreth 49 milion euro prej taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja. Arkëtimet nga kjo taks janë jo vetëm 2 fish më të larta se plani, por edhe më të lartat historike të realizuara nga Bashkia e Tiranës. Arkëtimet e 2024-s kalojnë edhe parashikimet për 2025-ën dhe 2026-ën ku Bashkia pret të arkëtojë për secilin vit nga 6.5 miliard lek të ardhura. Rritja e arkëtimeve vijon të ndikohet prej shtimit të detyrimeve prej taksës së ndikimit në infrastrukturë pas rritjes së çmimeve të referencës nga muaji gushti 2023-shit, si dhe rritja e sipërfaqes së lejeve të ndërtimit.